duhet ditur besimtarët këtë, se unë i thrash edhe me këtë rast besimtarët që të mos merren me këto, po them, provokime të cilat vijnë nga njerëz pa përgjegjshëm, të cilat vijnë nga njerëz të kurdisur, të cilat vijnë nga njerëz që punojnë për interesa të tjera, të cilat punojnë kundër kombit ton, punojnë kundër shqiptarisë, por e din ata se ka një bashkësi islame besimtarët dhe neve nuk rrim duart kryq. Absolutisht, ne e kemi thënë dhe do ta themi në vazhdimsi atë që duhet thënë dhe për të mbrojtur interesat e fesë sonë islame, për të mbrojtur dinin ton islam, se e kemi emanet prej të Madhit Zot xhaleshanuhu që këtë ta bëjmë ne, sepse i Madhi Zot na thot në Kur'anin famlart, vërtet ata të cilët fshehin inna alladhina yaktumuna ma anzalallahu min alkitab, atë që ka zbriti i Madhi Zot xhaleshanuhu fshehin diçka nga ajo për një pozitë apo për të fituar diçka, ndonjë mirë materiale apo diçka tjetër, ata nuk kanë bërë asgjë tjetër vetëm se barkun e tyre kanë mbushur për plot zjarr. Ndaj, me këtë rast duhet të them se pavarësisht rrethanave dhe pavarësisht situatave, bashkia islame nuk hesht. Bashkia islame qëndron dhe do të qëndrojë, i erdh mirë dikujt si erdh mirë. Tash është bërë lehtë për të fyer. Është bërë lehtë përmes një Facebooku, përmes internetit, dhe kësë na nuk ka përgjësi, nuk çdo kush mund ta marrë në thumë tjetër dhe të thotë çfarë të dëshiroj, është e vërtetë apo s'është, po them prokuroria reagon ose hiç ose shumë ngadalë, se sigurisht që këto fyrje që janë bë dhe këto nxitje dhe kjo urrëti që është fash në opinion, ata njerëz është dashur të shkojnë në përgjithësi. Megjithatë, është institucioni i Bashkisë Islame që merret me këto çështje. Që merret me këto, sigurisht ne kemi denoncuar disa, mirë po e dini ju që këto mbas 10 vjetë merren ato dhe deri atëherë më kalon çdo gjë e hupe dhe vetë aktualiteti. Është e rëndësishme që besimtarët të ndjekin udhëzimet. Sigurisht besimtarët duhet ndjekur udhëzimet e Bashkisë Islame të Kosovës. Nuk ka të drejtë asnjë imam të veprojë kokë në veti, kryen veti. Na kemi institucionet tona në çdo komunë. Është Këshilli i Bashkisë Islame që është përgjegjës për besimtarët në nivel lokal, pastaj në organet e tjera, është Kuvendi i Bashkisë Islame, pastaj është Kryesia e Bashkisë Islame, që mirën me këto problematika, sepse nëse ai fillon të fyen edhe pala tjetër, ajo ma kuptohet që shka në dëm të çdo gjëje që neve kemi arritur me kontribut dhe me përpjekje jashtëzakonisht të mëdha.